Autoriteti rrugor shqiptar ka shpallur hapjen e tendrit për eliminimin e pikave të zeza në rrjetin rrugor kombëtar. Referuar dokumentit në Agjencinë e Prokurimit Publik, do të realizohen punimet për rritjen e sigurisë rrugore në nyje apo pjesë të rrugës të klasifikuara si pika të zeza. Bazuar në informacionin e marrë nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit lidhur me prioritetin e pikave të zeza dhe njëkohësisht bazuar në databazën e aksidenteve me numrin më të lartë të fataliteteve dhe plagosjeve të rënda, është hartuar një listë me pikat më problematike black spots. Segmentet të cilat kërkojnë ndërhyrjen e menjëhershme për eliminimin e tyre janë kryqëzimi i rrugës nacionale me rrugën që të lidh me fshatin Laknas, me fshatin Bërzull dhe gjithë zonën përreth. Qytetarët që zgjedhin këtë rrugë si itinerar më të shkurtër për të shkuar në Tiranë e bën këtë nyje në formë kryqi doppio T mjaft të ngarkuar. Fluksi i madh i mjeteve në rrugën kryesore dhe pritja e gjatë e mjeteve në rrugën dytësore i shtyn këto të fundit të bëjnë manovra të gabuara që rezultojnë në aksidente me pasoja edhe të rënda. Segmenti rrugor Qafkashar-Rinas, nyja përparim. Në këtë nyje janë regjistruar 3 aksidente. Kjo nyje nuk është ndriçuar dhe nuk është e pajisur me korsi kthimi, majtas, korsi përshpejtimi apo ngadalësimi. Njëra nga rrugët dytësore që lidhe me këtë nyje është e pa asfaltuar. Mëtej, si pikat të zeza listohen segmenti rrugor Elbasan-Rroguzhin, nyja Dajç-Gramsh, ku ka mungesë e elementeve të sigurisë rrugore. Ndërkohë, në segmenti rrugor kthesa Balltre-Mab, nyja Gjadrit është ndërtuar edhe qendra e pritjes së emigrantëve, e cila e shton lëvizjen e mjeteve. Në këtë nyje janë regjistruar 5 aksidente. Po kështu, do të ndërhyet në segmentin rrugor kthesa Balltre-Mab, si dhe në segmentin rrugor Qerek-Tapiz-Fushkruj. Referuar dokumentit do të bëhet e mundur eliminimi përfundimtar i pikave të zeza, duke ndërhyrë në përmirësimin e sinjalistikës, në elementet e sigurisë rrugore dhe në ndërçimin e nyjes në atë segment rrugor që është problematik. Objektivi i përgjithshëm i këtij projekti është eliminimi i aksidenteve në rrugë, rikthim, përmirësimi dhe rritja e sigurisë rrugore për të gjithë përdoruesit e saj. Fondi limit i vënë në dispozicion për këtë projekt është 83.328.000 lekë.